Në mjediset e seminarit ndërdioqezian në Këshillit të Mirë u zhvillua konferenca shkencore me temë të qëndrosh njerëzor në kohën e inteligjencës artificiale, e cila siç duket sot po prek të gjithë dhe ndikimi i saj në jetën shoqërore po zgjerohet me shpejtësi. Dom Fabio Pasqualetti, dekani i shkencave sociale në Universitetin Papnor Salesian në Rom, thotë se inteligjencën artificiale duhet ta kuptojmë mirë në mënyrë që të mos rrezikojmë të kthehemi në sklevër të saj. Lo scopo principale è spiegare che qëllimi kryesor është me shpjeguar si funksionon inteligjenca apo inteligjenca artificiale dhe se si ata futen në panoramën e përditshme të njerëzit. Inteligjenca artificiale është me të vërtetë një mjet shumë i fuqishëm, shumë i mirë, por me ato që më duke vënë re është sepse njerëzit janë duke përdor pa e ditë se si përdoren. Rëndësishme është jo vetëm për t'i kuptuar, por me kuptu edhe çfarë marrëdhënie kanë me ne, sepse përndryshe ne rrezikojmë që të bëhemi sklevër të inteligjencës artificiale. Në fjalën e tij, Dom Mark Shtiefni, rektori i seminarit, vuri theksin se vlerat njerëzore nuk mund të zëvendësohen asnjëherë me inteligjencën artificiale. Inteligjenca artificiale, sikurse është duke përdorur sot, rreziku është gjithmonë më i madh, në cilën të përdorim diçka që të mos e kuptojmë. Dhe atëherë kemi dashur pikërisht duke parë dhe do të thënë, si mund të themi, evolimin e vazhdueshëm apo përdorimin në masë të një forme të tillë, atëherë kemi dashur të japim nga pikpamja profesionale ato që është impakti dhe kujdesi. Me thënë, rëndësinë që ka përdorimit, por nga ana tjetër edhe njohja më në thellësi të elementit të inteligjencës artificiale, përbërjen e saj në mënyrë që njeriu momentin që e përdor të di edhe cilat janë rreziqet që shkon apo që mund të haset në to. Seminari ndërdioqezian i ka kthyer tashmë në traditë këto konferenca, të cilat ndihmojnë jetën shpirtërore dhe njerëzore të meshtarëve të ardhshëm.